Antarët Partisë Socialiste, punonjës bashkiak dhe simpatizant të kryebashkiakut të dorëhequr të Kavajës, Elvis Roshi, dolën në mbështetje të tij mbrëmjen e së martës. Ata hodhën parrulla kundërisht kryeministrit Berisha. Vetë Roshi tha se do të fillojë sërish betejën ligjore për të kthyer në detyrë, ndërsa deklaroi se do të jetë sërish kryetari i Bashkisë Kavaj. Por vetëm një gjë e them dhe garantoj, që Elvis Roshi do ta kemi kryetar bashkia prapë. Elvis Roshi të merrën Berishën, të merrën Bashën. Sepse Elvis Roshi ka mbështetjen e Kavajës. Vetëm një gjë e them, që Kavaja me bashkë me Elvis Roshin është me Zotin, që bashkia e Kavajës me të gjithë projektet që kemi, me mbështetjen e qeverisë do të vazhdoj përpara. Por edhe pse më të pakët në numër kishte edhe nga ata që e përshëndetën largimin e Roshit nga detyra. Ndërheqjen e kryetarit të Bashkisë Kavajës, Kavaja sot ka një festë madhështore, sepse nuk ishte njëri i përshtatur për këtë qytet, se për arsye Kavaja di gjithë se kush është dhe kush s'është, kodoti, e para dhe e dyta, është njëri më i korruptuar në gjithë bashkitë e qytetit.